Majlinda Keta e konsideron kapitullim të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit kaosin e krijuar me regjistrimet e maturantëve në universitete. Në studion e lajmeve të Ora News, pedagogja dhe eksperti e arsimit deklaroi se me kalimin e pandershëm të përgjegjësisë nga AKP-ja tek universitetet, Ministria e Arsimit dhe Sportit bëri klonimin më të keq të mundshëm të zbatimit të ligjit të lartë. Ministria e Arsimit dhe Sporteve pothuajse është jashtë funksioni me gjithë institucionet në varësi. Unë them është kapitullimi total i saj. Në momentin që e kaloi përgjegjësinë, që është e pandershme, nga AKP-ja drejt universiteteve, ajo bëri klonimin më të keq të mundshëm të zbatimit të ligjit të arsimit të lartë, i cili kishte pretenduar ndërtimin e një strukture që shas. Si thuash, u klonua mënyra me cilin dhe u pretendua se shkoi dhe u delegua në drejt universiteteve. Jo, zonja ministre. Kjo nuk është delegim drejt universiteteve, se universitetet në kohë rekord gjithmonë do të bëjnë gabime. Për më tepër, them është e kapitulluar, sepse ato që punuan për hedhjen e të dhënave të studentëve që konkuronin, janë të rinj, të cilët nuk njohin ndryshueshmërinë fatale të kurrikulës së shkollës së mesme dhe kemi marrë në qafë, në thonjza, shumë të rinj. Keta cilësoi të turpshme reagimin e ministrisë përballë shqetësimit të maturantëve dhe vetë problemin. Ajo kërkoi të mblidhet menjëherë një task force emergjence dhe të ndryshohet formula e përzgjedhjes. Për mua, për atë, e para të mos dalin ministria e para, të dalin stafe teknike dhe të shpjegojnë në detaj për të rikthyer besimin, që kjo që do ndodhi do jetë një hap i dytë, i cili unë them përsëri hapi i dytë do sjellë si rrepa, etj, duhet ta vënë mendjen të ndryshojnë formulën urgjent, por dhe mbas stafeve teknike të dalin stafet politike. Duhet mblidhet një task force emergjence, të heqë dorë nga kjo formulë që është dhe të kthehet në një formulë tjetër. Keta kërkon që protestat e studentëve të mos shpërfillen, duke kujtuar se Shqipëria e ka provuar se çfarë do të thotë kur bulevardet mbushen me të rinj. Kur bulevardet mbushen me të rinj, Shqipëria ka prodhuar se ç'është 90-ta. Dhe është një rast i rrezikshëm, po kam bindjen që në raundin e dytë nuk do të jenë me të rinj. Do të jenë dhe me të rritur dhe një nga ato do jem dhe unë që do bashkohem në raundin e dytë. Ndryshojnë formulët, ndryshojnë konceptimin, sepse Shqipëria ka universitetet gatshme, ka stafe për të pritur, por nuk ka kohë për mediokritet dhe mekanizmat korruptuar në ardhjen drejt universiteteve.